institucionit të Presidentit të Republikës që kemi depozituar pranë jush në datën 15/10, ne kemi kërkuar që të rimerret në shqyrtim çështja e kompetencës suaj për shfuqizimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025, si dhe të deklaroni në fillim të seancës mos kompetencën, sepse nuk mund të shqyrtoni një akt administrativ siç është ky dekret. Zgjedhjet në Tiranë u penguan. Prandaj tashmë duhet të rikthehet kushtetueshmëria dhe të shpallet moskompetenca për shqyrtimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025. Meqense nuk u deklarua moskompetenca për shqyrtimin e kërkesave lidhur me dekretin dhe nuk na çliruat nga statusi i palës në këtë proces, që do të ishte një vendim i drejtë dhe ligjërisht korrekt për këtë kërkesë paraprake. Ne po e paraqesim kërkesën edhe një herë formalisht përpara jush tani, që të anulloni vendimin për përfshirjen e dekretit numër 350 datë 1/10/2025 në këtë shqyrtim, si hap që duhet i paraprish shqyrtimit të çështjes në themel. Argumentat tona në mbështetje të kësaj kërkese janë si vijën. Mbledhja gjyqtare të gjykatës kushtetuese ka vendosur në datën 9/10 që të pranojë për shqyrtim kërkesën e kryetarit të shkarkuar të Bashkisë Tiranë për shfuqizimin e VKM-s numër 539 datë 25/9/2025. Shfuqizimin e dekretit të Presidentit të Republikës dhe pezullimin e efekteve juridike të këtij të fundit. Vendimi për kalimin për shqyrtim të kërkesës për shfuqizimin e dekretit është mbështetur vetëm mbi dokumentacionin e servirur nga kërkuesi, tek i cili mungonte tërësisht praktika dokumentare e institucionit të Presidentit të Republikës për dekretin, mungesa edhe praktikës dokumentare të Këshillit të Ministrave për VKM-n e bën tërësisht të pambështetur dhe të njëanshme vendimarrjen tuaj. Praktika dokumentare ka rëndësi thelbësore, sepse vetëm nëpërmjet saj mund të qartësohet pozicioni zyrtar i dy organeve shtetërore të përfshira në këtë procedurë, lidhur me të drejtën e ankimit ndaj aktit, mungesën e kompetencës së gjykatës kushtetuese për shqyrtimin e ankimit dhe rrethanat kur ligji lejon pezullimin e aktit. Konkluzioni i organeve shtetërore për këtë çështje bazohej në leximin e kujdesshëm të dispozitave përkatëse të kushtetutës dhe të ligjit të fushës. Për aq sa ajo ishte marrë me nenin 115 të kushtetutës, me të drejtën e shkarkimit të organit të zgjedhur të qeverisjes vendore dhe me rrethanat kur shkarkimi shoqërohet me pezullim të aktit. Rezulton e provuar se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve ka vendosur kalimin për shqyrtim pa shqyrtuar aktet dhe pa i dhënë mundësi Presidentit të Republikës apo Këshillit të Ministrave që të shpjegojnë dhe mbrojnë pozicionin e tyre ligjor. Gjykata kushtetuese u ka kërkuar të dy organeve të larta shtetërore që t'i vënë në dispozicion praktikat vetëm në datën 15/10/2025, 6 ditë mbasi kishte vendosur kalimin për shqyrtim. Për këtë shkak, vendimi nuk mund të jetë vetëm një akt i njëanshëm dhe i pambështetur në analizën e plotë të bazës ligjore të referuar dhe të rrethanave të dokumentuara. Sa i takon dekretit të Presidentit të Republikës, çështja e kompetencës përbën themelin e shqyrtimit. Duke marrë vendimin në mungesë dhe në injorim të argumentave të Presidentit të Republikës, gjykata kushtetuese ka privuar institucionin e Presidentit nga e drejta për të dëgjuar dhe për të mbrojtur interesat përpara kësaj gjykata. Kjo situatë synon drejt për drejt respektimin e parimit të procesit të rregullt ligjor nga instanca më e lartë dhe përfundimtare. Prandaj, duhet të anulloni vendimin tuaj për përfshirjen e dekretit numër 350 datë 1/10/2025 në lëndën e këtij shqyrtimi. Ne ju kërkojmë të na krijoni mundësinë që të paraqesim argumentat tona për moslegjitimimin e kërkuesit, për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese me ankim kundër dekretit dhe të vendosni lidhur me këtë kërkesë përpara se të çelni seancën e shqyrtimit të themelit të çështjes. Faleminderit. Mirë, faleminderit. E keni me shkrim, të lutem? Po, dorëzoni në sekretari. Kërkuesi në lidhje me këtë kërkesë. Po nderuar, neve i qëndrojmë